Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel forcave opozitare e qytetarëve të bashkohen protestës sot në orën 18 para godinës së qeverisë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Unë kam besim të madh se Tirana po zgjen, se Shqipëria po zgjen dhe se protesta e sotme do të shënoj kthesën e madhe, do të shënoj kthesën drejt fitores të çdo qytetarit të këtij vendi, për dignitetin e tij, për familjen e tij, për të ardhmen, por dhe vendin dhe kombin e tij. Berisha shmangu komentet për skenarët e protestës, por theksoi se 22 dhjetori është vetëm fillimi i aksionit të opozitës kundër qeverisë drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Këtë protest do ta mirni si një proces i cili ndalet dhe njëherë, proces që do jetë një ansambël i tërë dhe ndalet vetëm në rrëzimin e Edi Ramës ose shuarjen e opozitës. Protesta e sotme kundër qeverisë Rama u thirr pas hetimeve të Spakut për zvendës kryeministren Belinda Balluku e operacionit prokurorëve të posaçëm për tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Kjo është protesta e parë kombëtare e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj për këtë vit, por vetë PD, prej më shumë se një muaji çdo të hënë zhvillon një tubim para godinës së qeverisë, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe zvendës kryeministres Belinda Balluku.